Mbrojtësi krahut të majt Stavro Pilo realizoi debutimin të Shqipëria në ndeshjen vendimtare kundër Polonisë, ndonse nuk u mbyll me sukses, eliminimi nga faza play-off e Kupës së Botës. Pas përfundimit të grumbullimit e kombëtarja për sfidat kundër Polonisë dhe Ukrainës, 25 vjeçari reagoi në rrjetet sociale, duke u shprehur krenar për festën te Shqipëria, sikurse i uritur për të ardhmen. Postimi i Pilos ka bërë bujë edhe te mediat greke, kjo për faktin se mbrojtësi luan me AEK-un e Athinës në Superligën e Lenjë. Sport 24 nga Greqia i ka kushtuar lajm të veçantë postimit nga Pilo, madje duke përmendur edhe detajin e krenarisë së lojtarit për debutimin te Shqipëria. Stavro Pilo ishte risia e madhe e kombëtares në muajin mars. Futbollisti i lindur në Rodos të Greqisë, por me origjinë shqiptare, u ftua nga trajneri Silvinjo. Shqipëria e mbylli pa sukses rrugëtimin drejt botrorit. Në anën tjetër, Pilo luajti të dyja ndeshjet. Fillimisht u aktivizua nga stoli ndaj Polonisë, më pas si titullar për boll Ukrainës. Sot ka ardhur edhe reagimi i tij i parë. Ftesa e parë për Shqipërinë. Rrugëtimi për Kupën e Botës mbaron këtu për ne, por jam krenar që jam pjesë e kësaj skuadre dhe i uritur për çfarë vjen përpara, shkruan Pilo në rrjetet e tij sociale. Trajneri kombëtar Silvinjo është faqur para mediave në fund të ndeshjes miqësore që Shqipëria humbi 1-0 përballë Ukrainës. Duhet jemi sinqert, ishte e vështirë që të reagonim pas humbjes ndaj Polonisë. Imagjinoni që kishim mundësinë vetme në jetë, si shtet e federat që të shkonim në botror. Ishte hera e parë për ne. Pritshmëria ishte shumë e lartë, po luanim 100% e më shumë ndaj Polonisë. Kishim edhe një pjesë të ndeshjes në dorën tonë. Në fund të ndeshjes ishte e vështirë ta pranonim. Ishte e vështirë të punonim në ekip dhe mundësia të reagonim, të vinim e luanim këtu ndaj një ekipi të mirë si Ukraina, me lojtarë të mirë. Ky është një ekip i pabesueshëm. E kam parë ndeshjen ndaj Suedisë, mund ta shija sa shumë lojtarë të mirë kishit bërë. Pastaj kur flet për futbollin, e pson 3 gola, je jashtë. Por duke menduar për ekipin ton ishte shumë e vështirë. Ne kemi shpenzuar shumë energji që të vinim këtu, dhe u munduam të bënim mirë në mendjen tonë. Nuk rikuperuam mirë, të them të drejtën, nëse flitet për aspektin mendor. Thash që do jemi kënaqur nëse fitoj? Nëse fiton ndeshjen je, nëse jo, padyshim jo. Edhe paraqitja ishte vështirë, që të rikuperonim lojtarët nga ana mendore. E provuam të gjithë, edhe federata. Për ne është shumë e vështirë, është një kundërshtar i vështirë, por kur je këtu, në play-off, mund ta imagjinosh që mund të shkosh para. Nuk ja dolëm. Polonia ishte rezultati i vështirë, e përsërit se si përfundoi ndeshja. Ishte e vështirë të menaxhonim edhe 28-30 minutat e fundit. Nuk kam çfarë të them. Jam i mërzitur. Urime Ukrainës. Shihemi herën tjetër. Miqësoria me Ukrainën? Kur më pyesni, po mendoj se ju e dini përgjigjen time. Po bëj shaka. E kuptoj pyetjen tuaj shumë qartë. Besoj se e dini përgjigjen time. Është e vështirë për të dyja skuadrat, po flas për një ndeshje me Ukrainën. 5 ditë më parë po luanit në nivelet larta, për qëndrimi dhe taktikisht, dhe të gjithë lojtarët po prisnin për atë ndeshje që ishte 5 ditë më parë. Është e vështirë për të dyja skuadrat. Sigurisht që Ukraina luajti shumë më mirë se ne sot, kanë kualitet të mrekullueshëm. Keni lojtarë që luajnë te PSG, Benfica, Guignon, Bournemouth, Everton, shumë lojtarë të mirë. Ishte e vështirë për ne. Le të shkojmë te pika që po më pyet. Ishte shumë e vështirë që Shqipëria të shkonte në play-off, nënkuptonte shumë për të gjithë. Mund të ishte më mirë, por ne kishim eksperiencën që luajtëm 2 ndeshje, dhe pse i humbëm të dyja, u shpreh trajneri Silvinjo.